Pas thot që ju I varrosni të vdekurit tuaj, por nuk mendoni se edhe vetë një ditë do të varroseni. Keni marrë pjesë shpesh në për xhenaze, në tufin apo në vendet e tjera. Vini re pak ç'a bëhet me njerëzit, subhanallahu. Nuk ka njeri fare mendjen tek vdekja. Aty po varroset dikush, asnjë se mba mendjen aty. Janë të bo muhabete dynjaje, muhabete pazaresh, dyqani im, dyqani jot, biznesi im, biznesi jot. Ti si hosh përpiqesh flasësh dy fjalë atje, shpo na vonon ky se na I do I kam drek, thot tjetri, I që I kemi përjetuar. Pra, arrin njeriu të bika në një grad kaq poshtë, sa që edhe kur po e shef robin e vdek duke u varros, mos ta mendoj që një ditë do të vi aty. Por ajo që më pëlqen ta them shpesh, ti ndaç mendoje, ndaç mos e mendo, ndaç harroje, ndaç fshije nga mendja, mos e kujtoj hiç vdekjen, po kjo nuk do të shmang që ty s'ka për të kapluar vdekja. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt I gjallë do ta shijojë vdekjen.